Mbrëm rreth orës 22:10 pranë pikpagesës në fshatin Zhelin, zyrtarët policorë të sektorit për punë të brendshme Tetov privuan nga liria 41 vjeçarin me iniciale AS nga Tetova dhe 50 vjeçarin me iniciale JK nga fshati në Rasht, rajonin Tetovës, për shkak se tek ata u gjet një substancë pluhur e bardhë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë padipërkatëse. Dje rreth orës 18:15 në departamentin policor në Rostush u raportua se në fshatin Velebërdo, komunën e Mavrovës dhe Rostushës, në vendin e quajtur Brazda, është i gjetur i pajet 76 vjeçari me iniciale RB nga fshati Bitush, i cili ishte raportuar se ishte larguar nga shtëpia më 29 maj 2025. Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dërguar për autopsi. Dje rreth orës 14:20 në departamentin e policisë Gostivarit, një grua 54 vjeçare nga Gostivari ka raportuar se është sulmuar fizikisht në shtëpinë e saj nga djali i saj 36 vjeçar me iniciale HM, po merren masa për zbardhjen e rastit. Mbrëm rreth orës 19:25 në rrugën Blagoja Toska në Tetov, zyrtarët policorë të sektorit për punë të brendshme Tetov privuan nga liria 32 vjeçarin GS nga Tetova për shkak se tek ai është i gjetur marijuan. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe shoferëve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 22 shofer, 13 nga Tetova dhe 9 nga Gostivari, për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, ku 22 automjete, prej tyre 13 nga Tetova dhe 9 nga Gostivari, janë tërhequr me automjetin special Merimang. Gjithashtu janë evidentuar edhe 39 lloje të tjera të shkeljeve të trafikut, 37 në Tetov dhe 2 në Gostivar.